Motra e vëllezër Lezhjan, mirëditor Kurbinas demokrat e qytetar, një njeri është i lirë në momentin kur ai vendos të jetë i tillë. Ne kemi zgjedhur lirin, ne mendojmë e veprojmë si njerëz të lirë. Prandaj, si të tillë, të themi ty, profesor doktor Sali Berisha, mirë se erdhe në Lezhë, në perlën e Shqipërisë, e cila blu ka qiellin, blu ka detin dhe blu e ka votën me 11 maj. Në Lezhën që të madhe ka besën, të pafund e ka shpresën, e pike e ka qëndresën. Në Lezhën që pret beslidhjen e shpëtimit kombëtar. Sali Berisha, ti ke udhëtuar në përhistori dhe ke ndryshuar atë, e ke kthyer në favor të kombit tënd. Këtë konfirmoi dhe lajmi i fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit, që e flaku non grata e Sali Berishës si një turp të komplotit soroist. E mbani mend kur na thonin nuk blihen me lek vendimet e Departamentit të Shtetit. Tani që e drejta kthehet, e vërteta triumfon. Departamenti korrigjon atentatin ndaj Sali Berishës, na thonë e keni bler. Ne nuk kemi bler asgjë. Amerika, kampion i lirisë dhe demokracisë, nuk është në shitje. Ajo është e madhe, sepse nuk rresh se kërkuarit e vërtetën, të drejtën, e cila u rikthye sovrane. Amerika e Donald Trump është me ty, Sali Berisha, është me ne, është me shqiptarët. Atë po e bën përsëri të madhe misionari Trump, Shqipërinë madhështore, misionari Sali Berisha. I munde Kasandrat, i shgënjeve Sibilat, i sherove skeptiket, zhbere rjetën mafioze të pseudorilindjes. Nuk e bëre për vete, po për dignitetin e flamurit, për tingullin e gjuhës shqipe, për amzën shqiptare, për Shqipërinë e Kosovën, për krenarinë e brezave. Sot populli yt përsëri të thërret, për të rikthyer frymëzimin, pluralizmin, demokracinë, ekonominë, mirëqenjen, dignitetin si gjithë Europa. Por mbi të gjitha sigurinë dhe gëzimin e vatrës familjare, atë të jetës në shtëpinë tonë, sepse shuarja e saj është gjema më e madhe që po ndodh këtij vendi. Ty, Kris Lacivita, si strategi fitores, Lezhë dhe Shqipëria do ju jenë përjetësisht mirënjohës. Të dashur miq, Lezhë dhe lezhjanët kanë guxuar dhe kanë rezistuar edhe në kohë të vështira. Kur grabitësit e pasurive dhe votave të shqiptarëve rrëmbyen me dhunë fitoren e demokratëve në vitin 2021, në Lezhë nuk ja dolën. Jo se nuk guxuan, por nuk i lejuam ne. Ashtu siç nuk do t'i lejojmë edhe me 11 maj. Pak hapa larg këtij sheshi është piktakimi i të armës me historinë. Beslidhja Gjergj Kastriotit është një trashëgimi e vyer që Lezhë ka dhënë Shqipërisë. Sot beslidhja rreth Partisë Demokratike dhe Sali Berishës është përgjigja për të shpëtuar Shqipërinë nga katastrofa. Lezhjanët e mençur e kanë provuar në kurriz, sa të pa turp, sa të pa shpirt janë kundërshtarët tanë. Pasi e mbajtën atë dhënë tonë peng 12 vite rresht, pasi varfëruan sa mundën këtë vend të pasur, pasi u përpoqen të na mashtrojnë me gënjeshtra si në paradat 1001 netve, pasi shpopulluan Shqipërinë dhe tokën e vetmuar e bën Kanabistan, pasi na degdisën në përullët e botës për të kërkuar punën, dignitetin, të armën që na dhe sot na mungon, pasi na grabitën parat që vendet mike lanë për ndërtimin nga tërmeti, pasi grabitën fondet e Bashkimit Evropian për fermerët, shqiptarët që rilindasit duan sthevër dhe bujkrobër, po brellin shesh me shesh, skut me skut, diku me joshje, diku me kërcnime, me makinat e natës, me qerrjet e ditës, për të mbajtur peng të armën tonë. Nuk do ndahemi, ne do ndahemi nga shkuara, ne do ta mbrojmë të armën, ne do të fitojmë. Po na gënjejnë gjasme me pasqyrat vezulluese të Bashkimit Evropian të thyera prej tyre, me pasaportën evropiane të lyrosur nga veset e tyre. Por shqiptarët e dinë se shtekun drejt kësaj ëndrre e hapi Partia Demokratike, rrugën drejt këtij destinacioni e shtroi Partia Demokratike, çelësat për të hyrë në atë derë i ka me merit Partia Demokratike.
misionin Shqipëria si gjithë Evropa e morën përsipër në dhjetor 1990 dhe do ta shpijem në fund. Për këtë kemi mbështetjen e botës së qytetëruar, të aleatit tonë të Madh Amerikës, të partive popullore europiane, të djastëve, të konservatorëve nga gjithë Evropa, nga bota e qytetëruar deri në Amerikë e Kanada. Për këtë u japim një garanci të pa kohë, të pa moshë, të pa kufi. Kjo garanci është europiani dhe euroatlantiku më i palodhur, më i sinqert i gjithë botës shqiptare, Sali Berisha. Zoti ju bekoft, fitore!